Shumë nderuar kryetari i Gjykatës Kushtetuese, shumë nderuar antar të Gjykatës Kushtetuese, edhe pse e di mirë që në fakt kjo është e drejta ime kushtetuese për të qenë këtu, dua t'ju falenderoj me respekt të thellë që më keni dhënë një mundësi të jem sot i pranishëm për ta ushtruar këtë drejtë time, për të dëgjuar përpara jush, po dhe përpara gjithë shqiptarëve. Kam pritur 9 muaj për këto 9 minuta. Betejë ime për të dëgjuar për jush vjen pas një sage të gjatë. Zhgënjyese për thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Kam sot më shumë policë në Gjykatë Kushtetuese se ç'kam avokat. Provën e keni këtu në këtë sallë. Kam përjetuar një periudhë gjatë, të mbushur me shkelje drejtave të mia themelore si qytetar i kësaj republike. Por mbi të gjitha, një periudhë denigrimi dhe përpjekje për të heshtur zërin e një të zgjedhurit 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës. Kjo nuk është thjesht një përpjekje për të denigruar mua. Ky është një përçmim, është një neveri ndaj votës, ndaj gjës më të shenjtë që ka demokracia. Dhe përçmimi ndaj saj në fakt është përçmim ndaj forcës që kanë qytetarët. Është një përçmim ndaj fuqisë që populli i jep Republikës për ta drejtuar në emër të tij. Siç thoshte Martin Luther King, harku i universit moral është i gjatë edhe raskapitës, po në finale edhe ky hark anon nga e drejta. Ndaj dhe jam sot përpara jush si kryetar i Bashkisë së Tiranës, qytetit më të madh të kombit tonë, me të drejtën që ma kanë dhënë 160.000 vota, qytetarësh lirë të këtij qyteti, në fund të këtij harku 9 mujor në kërkim të kësaj drejte. Unë nuk jam këtu për të mbrojtur veten, sepse nuk kam kryer asnjë shkelje që detyrohet të mbroj veten përpara jush. Por jam këtu me respekt, me gjithë respektin që meriton detyra juaj e lartë, për të kërkuar një gjë të vetme. A mund ta mbrojmë së bashku demokracinë që sot po vihet në sprov?